Të shohim kush e hap më shpejt verën e kuqe, ti apo avokat Spartak Ngjela? Do masi minutazhin. Mos pacim fatin e Sokratit. Bëhesh e viral ti që në atë kohë. Po, atje pash që me të vërtet pas kisha bërë një budallëk që do më kushtonte jetën. Mund të të mos ishte Do më kushtonte jetën. Dhe më mbrapa pasaj mora vesh për 4 orë ke shpëtuar atë ditë. Duke qenë se u bërë edhe i famshëm atje. Ndodhi që të gjuanin greket, se greket e pasura nuk e di pse kam kryer përshtypjen që ishin shumë qeflije. Shiko, kam pasur një parim në jetën time. Të gjitha femrat, pa përjashtim, në Perëndim, ato që të ofrohen dhe që të afrohen, të dhe spione. Himara është greke apo shqiptare? Të gjitha ata që thonë Himara është greke, dua t'i pushkatoj të tërë. Si ka mundësi që ke shpëtuar pa ndonjë dru të mirë andej, sepse Lert Vasili ka thënë që jam dhunuar nga njerëz të agimit të artë. Ty të ka ndodhur në një situatë Unë në ndonjë panel televiziv në Greqi, Lertin nuk e kam parë. Po grua me grua mund të martohen? Apo njëjta gjë? Del dhe ai dhe mbron me të madhe, thot duhet të lejohen LGBT-qat. Zoti i ka ndarë dhe të kafshë dhe të njerëzit sekset e ka bërë burë grua. Dash dele, cjap dhi, ka ose viç lop. E po këto thonë që dhe në botën e kafshëve ka LGBT. Atëre të shkojnë e ti ku takojnë, të bëhet e kafshëve, e dekort. E ke parë Zotin ndonjëherë, e ke takuar? Kapedani Gjasulua. Që e shumë fanatik, po ndërkohë i edhe mendja hapur. Për eskortat, ç'a mendimi kjo? Për këto kurva thua ti që mbredhin kështu me grupe, kur e takon për herë të parë një vajzë, bjerë dorën aty. Të zëkorenti. Ndërsa kur e ke barë grua, pastaj s'ka më korrent. S'ka më korrent. Kur ishe në Greqi, shkoje në buzukët e Greqisë? Dëgjo, nuk e kisha atë mundësi ekonomike që të shkoja në buzukje, se do paguaje shumë. Po kam shkuar në një dy koncerte të Kedi Garbis. Ta preu ëndrën, në? Por në fakt ne sot... Ma ndryshoj jetën. Ta ndryshoj jetën komplet, se mund të ishe një muzikant, një kompozitor. I këngëve të festivalit, do bëje këngë për Parashevisi Markun, Konstantinos Argyiros dhe Noizi. Atëherë ishin të dy. Të shofi, të të takoj që të them sa të dua. Këtë greku, këngëtari grek. Greqisht.